isha brenda dhe më thanë që orarin e punës e vë drejtoresha. Ju nuk keni të drejt të kaloni mbi drejtoreshën. I thash kur na shajnë na ofendojnë neve. Na del njëri për zot, s'na del njëri. Na bjen një polis bashkiak, punojmë në ditën, sepse njerëzit sa mbuk. Ai shan ofendon, unë ç'a të bëj thash. Tha atë punë nuk e di. Ju do dilni në punë me turne pa turne, jo po do ikni të gjithë na puna. Le të ikim i thash. Me turne na nxirni si të doni ose na nxirni natën tër natën jemi drejt punojmë i thash. Po kur ofenduan. Dhe ku ja thash, mos qelluan më vun koburre në kokë të gjitha tjetrin e qelluan me grusht. Nuk ka tha. Të pusha e vendos drejtoresha tha. Pranuan që të diskutojnë. Jo, o do veni në punë si thon ata, o do jeni të gjithë përjashtuar. Kaq më tha. Faleminderit për respektin. Të takuat. Një kryetar që ishte ai. Nuk e di, një djalë. Një djalë? Po, i bashkisë që ai. I kishte dhënë urdhër kryetaria që dile takoti 2 veta. Orde gjithë ora asnjëri nuk do të dalë në punë. Asnjëri në punë ore.